Presidenti Donald Trump pret sot në shtëpinë e bardhë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Takimi vjen pas negociatave bërthamore në Oman dhe synon që Netanyahu t'i kërkojë Shteteve të Bashkuara të zgjerojnë bisedimet me Iranin, duke përfshirë kufizimin e raketat balistike dhe mbështetje ndaj grupeve proxy si Hamas dhe Hezbollah. Trump ka paralajmëruar për veprime ushtarake nëse nuk arrihet marrëveshje, ndërsa Irani ka premtuar hakmarrje, duke rritur frikën për një konflikt më të gjerë. Izraeli është i shqetësuar se një marrëveshje e ngushtë mund t'i lejojë Iranit të ruajë arsenalin raketor dhe ndikimin rajonal. Në agjendë është edhe Gaza, ku Trump synon të avancojë planin e tij të paqes 20 pikësh, përfshirë tërheqjen graduale të forcave izraelite dhe çarmatimin e Hamasit. Vizita e Netanyahu u shtyi përpara për shkak të rifillimit të angazhimeve të Shteteve të Bashkuara me Iranin, megjithëse interesat kryesore të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kryesisht përputhen. Diskutimet mund të nxjerrin tensione, veçanërisht mbi planin për Gazën dhe zgjerimin e vendbanimeve izraelite në bregun perëndimor, të cilat janë kundërshtuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Ndërkohë, gjatë ditës së djeshme, Benjamin Netanyahu u takua me negociatorët amerikan Witkoff dhe Kushner.